Ministria e Jashtme greke ka rënë prej një ndër sulmeve më të mëdhenj të hakerave në historinë e saj. Grupi piratëve të kompjuterave Anonymous ka thyer sigurinë e faqes zyrtare në internet të Ministrisë së Jashtme, duke vjedhur të paktën 3700 dokumente. Sikurse bëjnë me dije mediat që citojnë burimet të diplomacisë, mes këtyre materialeve kanë qenë dhe disa dokumente të klasifikuara. Një raport i Këshillit të Evropës për pastrimin e parave në Shqipëri dhe një dokument i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me Kosovën kanë qenë dokumentat e vjedhura në internet. Ndërkohë në rrjetet sociale thuhet se një pjesë e materialeve janë dhe raportet vjetore të mediave në Rumani e Shqipëri, si dhe një dokument për sigurinë i hartuar nga inteligjencia greke. Pas këtij sulmi në njoftimin e tyre, Anonymous shkruan se këto informacione do të shërbejnë për të zbuluar lidhjet apo përfshirjen e qeverisë në spionazh. Ndërkohë në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme greke në internet, thuhet se inxhinierët e kompjuterave po merren me vlerësimin e dëmit dhe riparimin e sistemit.